Horoskopi ditor e enjte 7 maj 2026. Dashi. Puna ose detyra kërkojnë vëmendjen tuaj sot, të dashur dash, por jeni të ndjeshëm ndaj shpërqendrimeve ndërsa përpiqeni të përcaktoni se ku t'i kushtoni energjitë tuaja. Me Marsin në shenjën tuaj këto ditë, ndjeni të detyruar të eksploroni ose të pohoni pavarësinë tuaj, dhe gjetja e një ekuilibri ka më shumë kuptim. Megjithatë, ndërsa dita ecën përpara, ju jeni më ambicioz dhe i përqendruar. Gjithashtu, pikpamja juaj unike gjen një audiencë vlerësuese sot. Një ringjallje e besimit tuaj në arritjen e ëndrave tuaja mund të jetë një temë. Po ndiheni më të sigurt për atë që jeni. Demi. Hëna e sotme nxit instinktet tuaja për të eksploruar, zbuluar dhe vënë në pikpyetje, i dashur Dem. Mund të dëshironi të çliroheni nga një problem ose situatë që ju ka mbajtur të ndiheni të kufizuar. Shmangni shumë manipulimin. Koha e pushimit është jetësore me Marsin në sektorin tuaj të privatësisë, por gjithashtu keni nevojë për një ndryshim ritmi, diçka për të angazhuar mendjen tuaj dhe për të rifreskuar shpirtin tuaj. Për fat të mirë, sot mund të arrini në një gjendje vetkuptimi më të madh. Mbështetja mund të vijë nga prapa skenave. Një tërheqje emocionale në një lloji mund të jetë shumë e mirëpritur dhe freskuese. Të kaloni pak kohë shtesë me mendimet dhe botën tuaj të brendshme është një temë tani. Bota juaj e ëndrave është aktive dhe besimi juaj në të panjohurën forcohet. Ngjarjet zgjerojnë dëmshurinë, ngrohtësinë ose syrin tuaj të brendshëm të lindur. Binjakët. Njerëzit dhe mjediset e gjalla ju tërheqin më shumë se zakonisht sot, të dashur binjak, dhe mund të shihoni punën në grup ose idetë të tjerëve që ju japin një shtysë të menduarit. Ndërsa mund të mos jetë një kohë ideale për të marrë vendime më të mëdha, është një kohë e mirë për të thelluar në vetvete dhe për të kuptuar më mirë nevojat dhe qëllimet tuaja. Dikush ose diçka mund të jetë sfiduese në mënyrën se si i shihni gjërat, dhe ju mund të zgjidhni të rezistoni ose të rriteni përmes kësaj përvoje. Më shumë besim në univers është gjithashtu i mundur përmes lidhjeve tuaja. Gaforja. Mund të jetë sfiduese të arrini një kompromis herët sot, i dashur gafore, dhe nëse po, ndoshta është më mirë të ndryshoni fokusin tuaj. Mund të ndiheni të mbingarkuar nga çështjet ose përgjegjësitë e karrierës, por gjithashtu keni vështirësi të shkputeni. Megjithatë, ndërsa dita përparon, ekziston një ndjenjë e fortë e lëvizjes përpara. Të kesh një shans për të rifreskuar emocionalisht mund të ndihmojë të sqarosh qëllimet dhe ambicjet e tua, në fakt, gjë që të ndihmon të kesh durim. Mbështetja ose lidhjet mund të shfaqen papritur ose me sa duket nga askundi, duke ndriçuar ëndrat dhe planet e tua. Luani. Kushtojini vëmendje një tendence për të nxituar diçka herët sot, i dashur Luan, ose për të dorëzuar ndaj presioneve për të bërë shumë gjëra në një periudhë të shkurtër. Mund të jetë sfiduese të përqendrohesh, gjë që mund të burojë nga ndjenja e përçarjes midis dëshirës për më shumë përvojë jetësore dhe nevojës për të sqaruar detajet. Megjithatë, ju shihni mundësi përreth jush, ndoshta edhe duke zbuluar një fushë të veçantë studimi ose interes personal. Rritja e besimit ose aktivitetet pasuruese kulturore mund të jenë në qendër të vëmendjes. Është një kohë e mirë për t'u lidhur me një ëndër ose plan të çmuar dhe si rezultat të ndiheni më optimist. Virgjëresha. Virgjëresh e dashur, po i shprehni bindjet dhe idetë tuaja me më shumë besim dhe entuziazëm. Mund të ndiheni pak të ndarë midis përkushtimit ndaj një projekti sfidues dhe shijimit të kohës së lirë. Megjithatë, ndërsa i kuptoni më mirë ndjenjat tuaja, kjo do të zgjidhet. Po mësoni shumë rreth motivimeve dhe psikologjisë suaj të brendshme në këtë kohë, dhe sot nuk bën përjashtim. Në fakt, keni një shtysë të fortë për të përmirësuar veten përmes këtij vetkuptimi. Intimiteti mund të jetë këndshëm i ndërlikuar dhe ndoshta mjaft magjik, ndërsa përfshini më shumë pranim, mister ose imagjinat në botën tuaj të brendshme. Peshorja. Në fillim të ditës së sotme, synoni ta përdorni energjinë e tepërt pozitivisht, të dashur peshore, veçanërisht nëse ndiheni të frustruar me situatën tuaj familjare ose jetën tuaj emocionale. Tensionet mund t'ju ndezin zjarr për t'i zgjidhur gjërat. Mund të gjeni veten në rrugën e duhur ndërsa dita përparon. Balancimi i vëmendjes suaj midis planeve tuaja dhe një marrëdhënieje mund t'ju sjellë dobi tani. Një person i dashur ose një mik mund të sjellë një perspektivë interesante ose lajme këshilla të mira në ditën tuaj. Përmes ndërveprimeve tuaja mund të ndiheni të frymëzuar ose të motivuar për të ndjekur një ëndër ose për të arritur potencialin tuaj. Akrepi.
Je i zënë mendërisht duke kërkuar pak stimulim sot, i dashur akrep, por ndërsa mund ta fillosh ditën disi të shpërndar, gjërat duken mjaft të relaksuara. Fillo. Konflikti i hënës me Marsin dhe Jupiterin këtë mëngjes sugjeron një interes të barabartë në ndjekjet dhe detyrat personale, por është e rëndësishme të mos e teproni. Kini kujdes nga tejkalimet. Pasi të hiqni dorë nga disa nga gjërat shtesë, bashkëpunimi dhe mbështetja nga të tjerët rrjedhin natyrshëm dhe përmirëson humorin tuaj. Madje mund të përjetoni gëzim të shtuar ose të rigjetur në punët tuaja të përditshme. Përfitoni nga besimi në punën tuaj ose rutinat e punës dhe shëndetit. Ju kënaqeni më plotësisht duke i kryer gjërat, duke punuar, duke ndihmuar, duke udhëhequr, duke asistuar ose duke qenë në shërbim. Shigjetari. Edhe pse mund të ketë disa ndërhyrje për të përballur në fillim të sotëm, i dashur shigjetar, dita përparon me një ndjenjë të këndshme zen. Qoftë sepse po ndodhin shumë gjëra përreth jush apo sepse po përballeni me frikën e humbjes së diçkaje, keni kujdes nga nxitimi ose padurimi për të përballuar nevojat dhe dëshirat. Për fat të mirë, është një kohë e mirë për të eksploruar mënyra të ndryshme për ta bërë jetën tuaj pak më të rehatshme dhe të kënaqshme. Jeni në një pozicion të mirë për tërheqje natyrale dhe rrjedh të qetë të energjisë. Besimi juaj në marrëdhëniet romantike rritet, ose mund të jeni duke zbuluar potencialin tuaj krijues dhe duke i besuar më shumë aftësive tuaja krijuese. Bricjapi. Bricjapi dashur ka një shpërthim të këndshëm kreativiteti ose origjinaliteti në qasjen tuaj ndaj botës sot. Ka të ngjarë të gjeni shumë mundësi për të kombinuar në mënyrë krijuese përgjegjësitë dhe shprehjen personale tani, por mund të duhet pak kohë ose tension për të arritur atje. Shpërqendrimet janë të mundshme në fillim të sotëm. Pasi të keni kapërcyer këtë vështirësi, ka më shumë ngrohtësi, hapje dhe gatishmëri për të përfituar sa më shumë nga një situatë. Mund të gjeni veten duke investuar më shumë nga vetja dhe ëndrat tuaja në familjen ose jetën tuaj në shtëpi, dhe ndihet mirë ta bëni këtë. Ujori. Mund të mbani pjesë të vetes sot, i dashur ujor, dhe jeni më pak të arritshëm për momentin, në mënyrë që të mund të riorientoni veten. Megjithatë, mund të jetë e vështirë të relaksoheni herët sot nëse e keni të vështirë ta fikni mendjen mjaftueshëm për të pushuar, ndoshta mendja juaj është në mbingarkesë tani. Të menduarit e tepërt mund të jetë një ndjekje e egër. Për fat të mirë, relaksimi është një përparim natyror ndërsa dita përparon. Në fakt, mund të përfundoni me një perspektivë të re për një çështje. Është një kohë e mirë për të ekspozuar ndaj ideve, mundësive dhe mundësive të ndryshme. Linjat e komunikimit po hapen në mënyra të pazakonta dhe të lumtura. Peshqit. Të dashur peshq, sot mund të përjetoni një nevojë të natyrshme për të shkëputur, qoftë edhe përkohësisht, nga situatat që kohët e fundit kanë shtuar stres ose presion në jetën tuaj. Mendoni për financat tuaja dhe si mund të bëni ndryshime kuptimplote që ju çlirojnë nga shqetësimi, pasi energjia e fortë është me ju për të ardhur në ide të reja ose të përditësuara. Tranzitet e sotme janë të forta për të shfrytëzuar mirë burimet tuaja aktuale. Mund të ketë një triumf të vogël sot, ndërsa shfrytëzoni njohuritë në jetën tuaj dhe gjeni mënyra për t'i zbatuar ato për të bërë përmirësime. Mund të gjeni një qëllim më të fortë në atë që po bëni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.